Këto albume i kom rujt me shumë fanatizëm, edhe gjatë kohës luftës i kom shtinë 10 që për mi pas të sigurta gjatë kohës luftës që me pështu edhe une po edhe këtu. Çdo kampionat botror nuk sjell vetëm gola, emocione dhe fitues, por edhe histori të veçanta të njerëzve që e kanë jetuar futbollin në mënyrën e tyre. Për disa, kujtimet e botrorëve ruhen në albume, ku çdo ngjitse është pjesë e një epoke dhe një pasioni që nuk është shuar me kalimin e viteve. Sot ju prezantojmë një koleksionist që ruan albumet Paninit të botrorëve, duke na kthyer pas në kohë përmes historisë së futbollit. Albumi i parë është konë dikon në 33 vjetë ma herët, që është konë edhe Prishtina, në atë ligën e ishat i shtetit, që se egziston ma, me shumë knasi i kom bo atë album, kur është konë edhe klubi futbolistik Prishtina. Rreth 20, ma tepër se 20 du të me kom gjitha, po majnë rolli është ai 1994-ës, që ish shteti është konë sanksione, edhe e kom siguru albumin në Bullgari. Dhe të qysh në atë kohë 94. Nuk u konë letë, po jemi kombinu me shok të lagjës në atë kohë edhe kemi ndërrue, na i dhe shumë ndërrue fotografit e futbolista. Po e 1986 për shembull na kalon për shtypje se është konë një pilitarëve më të mirë se një historia Maradona, është konë pjesëmarrës edhe ka fituar Argentina. A ju më kujtohet një si për kampionate më të mira one që kom peshi për cjellë futbol. Të ju falenderu Maradonës. Normal Maradona për kohën tem kur i na konë, është konë një pilitarëve më të mirë që e fola edhe pak ma herët që një historia në futbol. Këto albume i kom rujt me shumë fanatizëm, edhe gjatë kohës luftës i kom shtinë 10 që për mi pas të sigurta gjatë kohës luftës që me pështu edhe une po edhe këtu. Po ndeshja më shumë të emocionim ka dhone e 1994-ës, Gjermania lunë kundër Bullgarisë në qerek finale dhe hup në ndeshjen për një Bullgaria që në atë kohë është ka një për ekipeve më të forta në botë, që ka pas Stojčkovin që jap gol edhe Jordan Leshkovi, që e shënon golin e dytë edhe mundin Gjermanin 2-1. Një për kampionateve të veçanta është edhe 1990-ës në Itali që jemi konë të përcjell kampionatin në televizionin në atë hershëm TVP që hinë masat e dhënshme, edhe na detyrohemi tani mi përcjell ndeshjet në programet e gjuhës të ish ati shtetit ma herë. Kampionati 2026 shumë mirë, po ka rivalitet shumë të fort, tash veç fillon gara serioze, të thotë prej djehit veç ka fillu gara serioze. Menaj që në finale do t'jetë një ekip i Amerikës Latine dhe ati Evropian. Gjithmonë e llogarisën Brazilin edhe Argentinën, prej Evropë, Francën edhe Spanjën momentalisht që shem, po dëshira ime është Anglia mu bo kampion. Anglia se gjitha këto superfuqit e futbollit, deri tash i kom po, të i fitu një ndeshje finalet botrorit. E kisha pas qef Anglin me po një ndeshje finalet botrorit të i fitu drejt për drejti. Gjermania ka ndru për Gjermanisë të kalume, do të thotë, po shumë e vërtet, aja nuk pres shumë prej tyne, prej Gjermanisë, po dete qerek finalja ato, Gjermania në kalume është konë shumë me kompletume se kjo e sodit, po gjithë shka mundet me ndodhë, futbolli ka ditë me dhonë surpriza edhe ka me dhonë prapë. Ta kujtojnë kohën e kalume, ta kujtojnë sakrificën, ta kujtojnë edhe atë kohën që ka kalu populli shqiptar në ato vite.